Po, deficiti tregtar është në vlera deri në 6 miliard në bazë vjetore, si ka qenë vitin e kaluar, ndërsa këtë vit ka rritje edhe të eksporteve në 16%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Megjithatë, për shkak se hendeku është shumë i madh, është prapë më evidente rritja gjithsesht sasia e importeve se sa rritja e eksporteve. Si ministri jemi duke punu në disa sfera ose në disa rrafshe. E para është në ndihmë të drejtë për drejtë bizneseve prodhuese dhe përpunuese, që e kemi bërë përmes skemave të lancimit të granteve, të cilat janë tashmë në vlerësim. Vlera totale e skemës së granteve të cilën e ka lancuar ministria në disa sektor tashmë ka arrit 7.6 milion euro. 5 milion euro është vlerë për kompanitë prodhuese dhe përpunuese, ato të cilat kanë kapacitet të eksportin dhe zëvendësimin e produkteve të importit. Një skem tjetër është për digitalizim dhe automatizim të shërbimeve dhe prodhimit të kompanive, do të thotë për avancimin dhe ofrimin e shërbimit më modern edhe për konsumatorët, por edhe në procesin e prodhimit. Një skem tjetër ka të bëj me kompanitë inovative, gjithsesi ato të cilat kanë produkte të inovacionit. Tjetra ka qenë për certifikimin dhe standardizimin e produkteve si element ose komponent kryesore tek produktet edhe për tregun vendor, edhe për tregun e jashtëm, do të thotë që të jenë të certifikuara. Do të thotë mekanizmat e qeverisë, mekanizmat e ministrisë janë krijuar. Ne gjithashtu intensivisht po punojmë në ngritjen e infrastrukturës industriale. Tashmë kemi bërë disa hapje edhe promovime edhe të hapësirave për parqe industriale. Jemi duke punu në krijimin e standardit për ekoparqet industriale, ku rregullojmë bilancin në mes të komponentes mjedisore e natyrisht edhe prodhimit gjithsesht industrisë. Me disa organizata ndërkombëtare, siç është Banka Botërore dhe IFC-ja, pastaj kemi filluar diskutimin edhe me Komisionin Evropian. Duam që të krijojmë një standard i cili prej zonave eko-industriale kalon pastaj edhe tek prodhimi dhe gradualisht ngritet përparësia konkurruese e prodhuesve tonë. Për ne është shumë e rëndësishme që kjo të reflektohet edhe në momentin kur ka kuvend natyrisht, në ligjin e ri për prokurimin publik, në të cilin përparësi në kontratat publike duhet t'i jepet prodhimeve vendore sipas standardeve të përcaktuara. Ne ende nuk jemi shtet antar i Bashkimit Evropian, përkundrejt që kemi obligime nga marrëveshja e stabilizim asociimit. Është e rëndësishme që në këtë periudhë kohore, përderisa po trajtohet ose ende nuk është trajtuar aplikacioni jon për shtet kandidat, ne të paktën në këtë periudhë kohore të ngrisim kapacitetet prodhuese dhe t'ju japim një përparësi prodhimit vendor. Është afërsisht 1 miliard vlera e prokurimit publik që ndodh në nivel vendi, në nivel lokal dhe qendror. Imagjinoni sikur të paktën një pjesë ose 50 ose 70% e kësaj vlere të shkoj në kontraktim të produkteve vendore, në mënyrë që t'jepet drejt për drejt një jo vetëm përparësi, por edhe forcë, energji e kapital prodhimit vendor për të vazhduar konkurrueshmërinë më tutje. Të njëjta tema jemi duke i diskutuar edhe me partnerët ndërkombëtar, me zyrën e komisionit, ata të cilët e përcjellin edhe punën dhe bëjmë vlerësimin në raport të vendit, dhe unë besoj që do të kemi mundësi shumë shpejt që me ndryshimet legislative, përfshi këtu edhe ligjin për ndërmarrësi dhe inovacion, krijimin e fondit të inovacionit, pastaj marrjen e fondeve të cilat janë të lidhura nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, të investojmë drejt për drejt në ekonominë e vendit për të forcuar ekonominë vendore dhe natyrisht për të përmirësuar bilancin tregtar. Një komponent që jep shpresë është ajo e sektorit të shërbimeve. Aty kemi bilanc pozitiv tregtar. 4.2 miliard është vlera totale e transaksioneve që ndodhin në sektorin e shërbimeve, prej cilave më shumë se gjysma domethënë kanë të bëjnë me eksport të shërbimeve, ndërsa vetëm ICT-ja ka diku 400 milion euro, prej cilave prap gati 2/3 janë eksport, ndërsa 1/3 import. Kjo tregon vlerën e kapitalit njerëzor që ka vendi, do të thotë se është i vetmi sektor në raport në
në vlerësimin e përgjithshëm ekonomik që ka bilanc pozitiv tregtar. Dhe ne duhet vazhdojmë të inkurajojmë zhvillimin e këtij sektori, por gjithashtu edhe ngrisim kapacitetet prodhuese për sektor tjerë industrial. Krejt varet do të thotë nga kërkesa, por ne për prodhuesit e grurit në veçanti tashmë jemi duke bërë disa vlerësime, ka pasur ankesa për farën e grurit dhe çmime dumping nga Serbia. Ajo është në fazën finale të vlerësimit dhe nëse vlerësohet se ka dumping që pritet brenda pak ditësh të dalë raporti plot, atëherë do të vendosen masat anti-dumping ndaj importit të farës së grurit. Ende ka hapësirë do të thotë për prodhimin vendor, përkundrejt që është rrit importi, është rrit kërkesa, do të thotë është rrit edhe kapaciteti prodhues për brenda vendit. E përmenda më herët që ne duhet bëjmë maksimumin tash edhe përmes elementeve legislative e masave tjera që t'japim përparësi prodhimit vendor. E këtu natyrisht është edhe tek elementi infrastrukturës cilësisë dhe rritjes kualitetit e natyrisht edhe rritjes besimit tek qytetarët tek prodhimi vendor. Ne kemi miratu fatmirësisht në 2 leximet ligjin për përcaktimin e çmimeve në situata të destabilizimit të tregut apo ligjin e njohur si ligji për çmimet tavan. Ky ligj ka hyrë në fuqi, por në mungesë të kuvendit është bordi I cili bën përcaktimin e çmimeve të produkteve esenciale I cili nuk është themelu për shkak se nuk kemi kuvend. Për arsye se atë e zgjedh qeveria, por votohet në kuvend për të funksionalizuar. Ndërsa ministria shërben si sekretariat I këtij bordi. Unë shpresoj që shumë shpejt brenda javës së ardhshme të kemi konstituim të kuvendit dhe miratim gjithësisht konfirmim të qeverisë së re dhe menjëherë të shpallet thirrja për aplikime për anëtarët e bordit për përcaktimin e çmimeve për produktet esenciale dhe të filloj funksionimi. Ky është mekanizmi më I sigurt I cili garanton edhe stabilitet, por edhe ruajtje të interesit të qytetarëve, se jo rrallë çmimet të cilat ngriten nuk e kanë bazën e rritur të çmimit nëse flasim për produktet e importuara në burim. Domethënë te rasti I derivateve ne e përcjellim sakt, domethënë sa është çmimi I produkteve, gjithsesi I derivateve që hyjnë në Kosovë. Në situatën jo rrallë ndodh që tek shitjet me pakic e vrejmë në veçanti të produktet bazike të shportës, që përkundrejt që produktet janë vetëm se në vend, ose janë të importuara më herët, ose janë të prodhuara me çmim tjetër, si rrjedhoje ngritjes së çmimit në baza ditore, ose si rrjedhoje ndonjë potencialisht krize në rajon ose në kontinent, rriten çmimet e produkteve me shitje me pakic. Dhe këto janë rrethana ose situata të cilat nuk do të lejohen në momentin kur kemi një bord funksional për përcaktimin e çmimeve të produkteve esenciale në situata të destabilizimit të tregut. Dhe si mekanizëm, është mekanizëm të cilin ju e dini edhe kryeministri Kurti, edhe ne në vazhdimsi e kemi kërku, kemi arritur tashmë përkundrejse në versionin e parë të ligjit I cili u sfidua në gjykatën kushtetuese, kemi krijuar një versionin e dytë I cili u pranua dhe I cili u miratua, por I cili do të shërbejë si garanci për ruajtjen e interesit të qytetarëve në situata të destabilizimit të tregut.